në lagje, në himje afër shtëpisë, sulmohet nga disa qenë ndacak, ku vetëm 2 prej tyre e sulmojnë djalin, erëzojnë poshtë dhe e kanë kafshuar. Djali është kafshuar në kofshën këtu, te këmbët, te të dyja këmbët, pjesën e barkut, në pjesën e barkut duket se edhe mjekët na thanë se është nëpërmjet xhaketat duket si është e grisur. Këto duket me thoj, kryen e ka të lëndume, në 2 pjesë këtu edhe këtu poshtë. Një pjesë këtu te balli është e kur argëzohet djali, pi qenve. Në rastin kur ka ndodhur nuk ka pas asnjë, ka qenë vetë, po për fat mirë në atë moment e dëgjon piskamën e fëmijës ku thret për ndihmë. E dëgjon nana, shoqëria. Unë në momentin isha në punë, nuk isha prezent. Vllau e merr me veturën tonë dhe e dorëzon në spital. Intervenohen menjëherë dhe unë shkova menjëherë në spital. Intervenohen mjekët. Rasti është i raportuar direkt nga mjeku. Vetë na tha se e kemi raportuar në rastin në polici, ta e kemi për obligim. Më vjen keq se ka raste që si jena të mbrojtur, po edhe s'na lejon të mbrohen. Na dënojnë në një farë forme. Në rast se ma ndalon mbrojtjen time, të fëmijës, të çdo kujt, automatikisht do të thotë se unë të mbroj atëherë. Kush mbron mu? Në rast se unë nuk jam adekuat për të mbrojtur, nuk kam ingerenca për të mbrojtur, dikush duhet të mbroj. Mua, fëmijët e mi, fëmijët e gjithë qytetarëve dhe gjithë qytetarët. Edhe dëshiroj që t'jesë rasti i fundit këtij djalit tim, edhe pse ishte viktimë e këtij rasti, po dëshiroj që jetë viktima e fundit e këtij rasti, mos ndodhe më në asnjë fëmijë veçanërisht dhe në asnjë qytetar.